nisim edhe për sot pazarin këtu në Konat. Gjithmonë me këto letrat, më duket sikur marrim leturat e shtëpisë për të realizuar supermarket. I mbaj unë. Okej, unë sot ma kam koshin, se më shkon edhe me bluzën, gjyra. Dhe ti lexon ndërkohë recetën. Mirë, kemi pancet deri me salcë peperon. Peperon, po. Peperon, mirë. Tashëm. Mirë, do na duhen panceta, speca të verdh edhe të kuq. Si kam qefu me ngjyra, i marrë në një shilo shevi ta bëj. Del edhe pjata këtu e bukur. Zaferano, gjallë, piperi zi dhe semi di. Lexoj shqip fara lulkuqe. Jemi shumë në rregull. Duhet që ta dinë edhe i thon semi di papavero. Që kur të vjen atje ta gjen me emër. Mirë, unë preferoj që ta them gjithkohë shqip fara lulkuqe. Është një lloj erze, në fakt ty do ta gjente sektori i erzave, që ka shumë vlera ushqyese, por se si kombinohet ajo në recetë, atëherë është momenti që ta mësojmë përmes lulkuqe që kanë qenë ato lulet e kuqe, kështu që ne i përdorim. Që nuk i merre fare në konsiderat, thjesht duket shumë të bukura edhe aq. Kemi ditë. Mirë, po ecim shumë të qetë ne, po sikur të ktheheshim mbrapa që të merrim ato specat e kuqe dhe të verdhë, s'do ishte keq, si thuat. Po vazhdojmë nga panceta ato dhe vimi marrim pastaj me son nisëm. Mos kthehemi se kur kthesh mbrapa është tërë thon. Është tërë. Ato plakat i lagjote thon shumë po nisëm. Ato thonë edhe që për shembull nuk duhet kalosh nga njëta rruga, po është vetëm për numësat ajo. Ikën nga njëra rrugë, pastaj kthimin e bën nga rruga tjetër. Po eci. Okej. Kebrat e sektori që ty të pëlqen jashtëzakonisht shumë. Te prosciutat, te djatrat. Po pëlqen mua them pëlqen edhe ty. Mirë, do marrim pancetën e pancet deri. Të derit, po. Prosciutto parma, prosciutto, pancet. Kjo kam përshtypjen se do të jetë. Ashtu. Panceta. Ja ku e kemi. Gati. Këtu në Konat. 176 gram. Po, e mjaftueshme. Kam përshtypjen për recetën. E vendosim këtu në kosh, meqense sot e kam marrë në patronazh koshin. Mora bleva këtë djathtë që më theti më që isha shumë mirë. Që ishte me rukola. Rukola, bleva isha shumë mirë. S'kishte lidhje fare, nuk kishte lidhje fare me tzatziki. Po më thash është i tzatziki, s'kishte lidhje fare. Më pëlqen shumë domethënë. Në momentin që e thua diçka, dhe ti pastaj na vërteton të kundërtën, pasi e ke provuar. Si haj njëherë me shumë me bukë me gjallë. Me bukë gjallë, me bukë ngrohtë. Bukë ngrohtë. Edhe ta lysh me pak gjallë me këtë, si shon? Ale bukë ngrohtë shumë. Se që ketë sa shije të çuditshme ti në ushqim. Po me verë si u pita. Me verë mirë. Po më tha, vetë se ti isha me gjyshin ton, i çova ta provonte gjyshin. Me raki çai bëj kësaj. Po me atë që ke gjetur. Gjyshin dorë në pira ki po kote nga smajon. Mirë, lexojmë tani çfarë na duhet tjetër, jo, koshi sot, më përket vetëm mua. Më është për vesh prandaj bëj dorë, që sikur të marr koshin kur. Ta marr një kosh bëjmë të dy. Jo. Na duhet pancet, speca dhe verdhë, dhe thamë që do t'i marrim të fundit, zaferano që e kemi te erzat dhe... Semi, ta duhet semi. Do me thënë zaferano, piperi zi dhe fara lulkuqe të treja të erzat, 3 produkte. Shka. Atero. Piperi zi, semi, di... Mirë, okej, unë marrë piperin e zi. Papavero. Okej, piperin e zi, dhe kemë të nga ratë të tjera. Piperi i zi është kë. Zaferano e marron këtu. Në koshë e zaferano, në duhet semi di papavero. Para lulkuqe, të lutem thuaj e shqip. Më pëlqen kështu semi di papavero, se më duhet sigur... Pa, sikur po këndon në i këngë italiane. Semi di papavero. Me që të tingullojnë këngë qëmë. Semi, jo. Ku e ka gjetur kjo shefi njerë? Këtë produktin kaq të veçantë. Kjo dhe ti... Së më kështë shkuat një herë në mëndjen fakte, dhe pse ndodhë që të gatuaj shumë, po shumë rrallë. Gjete gjë? Sesan. Sesan. Peperoncino. Edhe pse e ka thënë gjatë gjithë kohës italisht, nuk arriti që ta shquante dot, si ja ku i ke farat e lulkuqes. Po ke fara lulkuqe në prisat kuqe ato?
Petalet lulkuqja i ka të kuqe. Nuk do të thotë që fara është e Në moment kuqe. fillova dyshova, po shikoj ato jeshilet. Jo, pra, është kjo. E lezoje kështu ti si shleto këtu? Papa vero. Në rregull, jemi shumë në rregull. E kemi gjetur? Mirë, tregojmë edhe një herë për gjitha ambisat tona, sepse ndoshta tani janë çuditur, kanë thënë çfarë është ky produkt i sot edhe se si mund ta përdorim ne në gatim. Por pas pak, pasi ne të dërgojmë të gjitha produktet, do keni mundësi që shef Tani t'ju tregoj se si kombinohen për të përgatitur pancetën e derrit me salcë peperon. Edhe salcën do ta bëj vetë gati sot. Ato speca, të kuq, të verdh. Po, sa reklami ke bërë Semi di Papaveros? Te karotët kanë gjithë? Koshi, jo karoca. Okej, koshi. Më pëlqen shumë sot. Të lexojmë një recetën edhe të shohim se cilat janë produktet që na duhen. Okej, na duhet gjalpi dhe... Një moment, pancet derri me salcë peperon, po. Nisim dhe njërë nga e para. Panceta, speca të verdh dhe të kuq, zaferano, gjalpi, perizi dhe fana lulkuqe, Semi di Papavero që mund të gjeni me këtë emër. Okej, tani duhet të marrim gjalpin këtu dhe shtu edhe specat. Shkojmë. Duhet të marrim gjalpin. Kemi këtu gjalpi. Kemi këtu gjalpi, mos i largosh shumë. Ja, këtu ja. Gjalpi që ty të pëlqen gjithmonë konat. Ky 125 gramshi që është mjaftueshëm për një recetë. Ja, po një mund t'jetë edhe për dy. Për dy. Varet si e përdorin ambisat në fakt. Varet se sa duan që t'i hedhin. Ne do marrim dhe specat. Edhe specat, okej. Pas specave, pas tani mbetet që të bëjmë vetëm apelin. Okej, po marr... Pas ka edhe të kuq, pas ka edhe të verë. Si gjithmonë në këtë lokonat, janë të gjitha llojet e ndryshme të produkteve, që janë të gjitha të freskëta, cilësore, shumë të mira. Mjafton që të vini të bëni pazarin dhe sigurisht vërtetoni të gjitha ato që unë them për çdo ditë. Kodi 30, i mora të kuqe, të verdh edhe portokalli. Gjyra i bëri. Të ka marrë malli për gështenja, unë po shoh gështenja këtu. Janë shumë të mira, edhe të zjera, edhe të pjekurat në të gjitha format. Po më pëlqejnë shumë gështenja. Janë tipike dimërore. Këtu pas ka edhe moll starkinge, sa të ndaja. Shë sa të ndaja? Moll starkinge, po, kështu quhen. Si molla e barbardës. Ja, po, duhet të pak me kuqe. Duhet të jetë me kuqe thua ti? Së gjej unë edhe një tjetër me të kuqe. Kjo është e kuqe. Kjo është e kuqe. Mos më me këtë. Te si molla? Jo, molla është në rregull, akoma se ka ngrënë barbarda. Për të hedhur tani një sy të shpejt, apelin e bëftit sot. Sigurisht, se unë kam marrë recetën. Okej. Fillojmë. Pancet deri me salcë peperon. Duhet panceta. Panceta. Speca të verdh dhe të kuq. Edhe portokalli që ka marrë unë. Speca të verdh, të kuq edhe portokalli. Zaferano. Zaferano. Gjalpi. Gjalpi. Piperizi. Piperizi. Dhe Semi di Papavero, fana lulkuqe. Edhe farat e lulkuqes. Edhe me sa duket, në kosh. E para kjo që nga punë më e vështirë si sa jo që bëjmë zakonisht. Me që të zonë dhe tonë, është shumë fizike, me gjithmonë me vështirë. Dhe dyta, puna pas kanë ardhur disa biskota, për fëmijë që nuk e di se cili. Pse ke marrë ato? A ka këtu ke kjo që merr ti biskota s'ka këtu? Që ti qesh? Kur marrë ndonjë gjë fillon e mbërtet, pse ke marrë biskota? Lori nuk kemi për t'i marrë. Ose ishin me ofertë, prandaj mora. Çoj ke vendi, jo, s'ka biskota. Çoj. Nuk s'ka ke receta biskota. Ai më merr, meqenëse ishim ofertë marrë. Kush ti marrni? Po biskota ti ke futur në kosh po Lori tani. Biskota kosh. Ti pretendon se unë të mbajta lojën edhe kështu ishte e vërteta. Unë biskota në kosh, unë isha me recetë gjithkohës duart e zëna. Të kujtohet kur
kishte një moment që ky ka vendosur në koshë dhe unë se kam parë dhe më në fund arrita t'i dalloj tek apeli sepse do shkonim deri te kasa, edhe na dilnin biskota, gjithsesi janë shumë të mira, edhe për fëmijët këshillohen që të shoqërohen me qumësh. Merr vetë ja e fajin shokut. Merr vetë ajo ja e fajin shokut. S'ka faj. Shkojmë te kasa. Në fund beve biskotat 229 lek 300 gram. Të mira janë. Po normale. Shëndetje. Edhe pancetën, ndosim këtu. Dhe kemi të gjitha. Ikim. Faleminderit, punë të mbarë. Përshëndetje dashamirës të emisionit Dita ime, sot jemi duke u treguar dhe recetën e radhës që do të jetë pancet gici me speca të kuq dhe të verdhë dhe kërpudha chavignon. Atëherë fillojmë nga procedura. Marrim pancetën e gicit dhe e shtrojmë në mënyrë të tillë. Pra si shikoni, kemi vendosur pancetën e gicit në mënyrë të tillë dhe marrim specat të dyja kolorëve dhe të kuq edhe atë të verdhë. I presim në fije të tilla. Po ashtu marrim dhe specin e verdhë. Dhe do të bëjmë po të njëjtën procedurë që bëjmë me specin e kuq. Është një recetë tepër e thjeshtë. Është një antipast që ju mund ta përdorni në shtëpitë tuaja. Shumë thjeshtë dhe shumë bukur. Pra, kemi edhe specin e kuq dhe specin e verdhë dhe do t'i mbledhim këto në tip roleje. Pra në mënyrë të tillë. Pra, si që shikoni, i kemi mbledhur në 3 pjesë. Atëherë i vendosim të treja këto dhe vazhdojmë me kërpudhat. Kërpudhat duhet kujdesni, sidomos kërpudhat e freskëta, sepse në bishtin e tyre ndonjëherë kanë edhe papastërti. I pastrojmë kërpudhat edhe nga lëkura. Kërpudhat bëni mirë, mos i fusni në ujë, po thjesht i pastroni nga sipa e hollë që ato kanë. Sepse kur futen në ujë ato humbasin atë shijen që ato kanë. Dhe në përgjithësi edhe të gjitha kërpudhat nuk duhet futur në ujë.
Pra, thjesht duhet i pastrojmë nga lëkura ose dhe i pastrojmë të gjitha kërpudhat nga lëkura e tyre në mënyrë të tillë kërpudhat e freskëta mund të gjeni sa të doni në të gjithë tregjet e Shqipërisë, por Supermarket Konat ju ofron kërpudha të freskëta dhe cilësore. Pra mbasi kemi qëruar lëkurat e kërpudhave dhe kemi bërë pancetën e kemi mbledhur në role, atëherë shkojmë në digan dhe i skuqim. Marrim gjalpin. Dhe hedhim dhe kërpudhat. Pra derisa kërpudhat na marrin një skuqje të lehtë, ne i marrim rolet dhe i kalojmë një stikadent me qëllim që këto mos na shpërndahen në mënyrën në kohën kur këto do të skuqen. Njëkohësisht i kalojmë edhe në miell. Pra i shtojmë në digan dhe i skuqim të gjitha së bashku. I kalojmë nga të gjitha dhe i skuqim. Panceta nuk ka shumë nevojë për skuqje të theksuar, por thjesht sa për të kavërdisur. Pra, mbasi kemi dhënë një skuqje të lehtë nga të gjitha anët, ne do të shtojmë piperin dhe kripën. Por njëkohësisht do të shtojmë edhe pavero, ku edhe këta mund ta gjeni në Supermarket Konat. I jep një shije të veçantë ushqimeve ne gatuajmë. Pra i lëm disa minuta që këto të kavërdisen. Dhe i shuajmë me verë të bardhë. I lëm të marrin një valë.
I kthejmë edhe nga ana tjetër. Pra, siç e shihni, kërpudhat dhe rolet që kemi bërë me pancet dhe speca, pothuajse janë gati. Kanë krijuar dhe atë salsën e vet. Ne marrim disa fije speci të kuq dhe i presim në kubik të vejit. Dhe këto i shtojmë në tigan. Pra, ja u them edhe një herë tjetër se si vepruam përbërjen e kësaj pjate. Tham, hodhëm në fillim bëm rolete me pancet dhe me speca. Dhe pastaj morëm kërpudhat dhe i pastrëm dhe i kaurdisëm në tigan me pak vaj dhe gjallë. Shtuam edhe rolet. I skuqëm të gjitha së bashku. Shtuam kripën, piperin dhe pavero. Dhe në fund i shuam me verë të bardhë. Tani i kemi gati për të shërbyer në pjatë. Sepse edhe salsa dhe kërpudhat, por edhe rolet, ne i kemi gati. Atëherë i vendosim në një pjatë. Pra e vendosim dhe i heqim stigadentin. Por ashtu marrim edhe rolen tjetër dhe vendosim në mënyrë të tillë. Marrim edhe kërpudhat, i vendosim rreth pjatës. Dhe nga lart do t'i shtojmë salsën që ne kemi përgatitur. Dhe do t'i shtojmë pak fara pavero në të gjithë sipërfaqen. Pra, kjo ishte pjata që unë kisha përgatitur për ju sot. Shpresoj që dhe ju t'ju dalin një pjatë e mrekullueshme dhe e shijshme. Dhe që ju të keni mundësinë të provoni një shije të tillë. Atëherë, procedura ishte tepër e thjeshtë. Shpresoj që ju të arrini pa asnjë lloj problemi. Mirupafshim në emisionin tjetër në recetat e reja.